momenti që unë kursej edhe në djenjë, edhe në një moment tjetër pastaj jo vetëm në djenjë, po kursej edhe aq gjendje të vrasjes që në një moment ose një tjetër mund ta bëja. Dhe po flas për mizat, ato që qarkullojnë rëndomt nëpër shtëpi. Se ndonjëherë edhe një mizë të bezdisë, edhe gjithë ato ti si përfundim zgjedh vetëm vrasjen e saj për ta kaluar situatën në mënyrë më të thjeshtë, të shpejtë edhe më pak të harrueshme ose të kujtueshme, më falni, sepse asnjëherë nuk duhet të kujtuar diçka qoftë vrastare. Domethënë dhe ato gati në mendimet, në mendjen tonë, në gjithë ato që ne kemi një lloj database të quajtur për të pasur dhe mbartur gjithë kujtimet e veta, edhe të ato i me kursyer. Domethënë dal nga dal të gjithë njerëzit me mënyrën e vet po i kursejnë kujtimet. Ato të paktën që janë më të këqija, apo ato që nuk i kam shërbyer fort. Po kursejnë edhe shteti planetar, ai që është në plan për të bërë edhe pak, po kursen edhe Evropa, po kursen edhe Shqipëria. Se të gjithë po flasin për kursime, për gjëra, por në të njëjtën formë gjithë kursimet janë të atij që në fund fare flet gjumë dhe pastaj zgjohet prap, atë që ka emrin njeri. Një ndër këta, ai është së fundmi, është bërë sekretari i përgjithshëm, në fakt po këtë postë e ditë, i prefekturës Tiranës, është një ndër eksponentët më të vjetër, themi, të lëvizjes socialiste për integrim. Aktualisht është në Ipani, si thonë në Itali, në rolin e një njeriu që në mënyrë apo i tjetër është, themi, brezi dhe gjenerata e re e politikës në Shqipëri, që të bëjmë pak mbi të gjitha, jo më kot, se i quajnë gjithë gjirokastritët ore, sikur kursejnë e sikur bëjmë. Bez pesha, mirë mbrëma. Çështja është që sa pranë jemi dhe sa larg jemi, si është shpreha. Me të vërtetë, domethënë ndajnë në rruga ajrore pak metra nga njëri tjetri. Pas edhe veprën e Vasfi Samimit. Kam edhe veprën e Vasfiut. Janë disa vepra më duket të shkruara në kohën në periudhën e Zogut. Jam impresionuar. Ai ka dhënë shumë mendime për kohën shumë avangarde kundrejt Evropës së Re. Unë kam lexuar 10 vëllime, më duket se ka 24. Ka diçka më shumë, nuk e di nëse jam nëse i mbaj të gjitha, i kam të gjitha. Si e? Vesi ti si e? Mirë. Sa mirë, për shembull, 108. 7. Je 7 mirë. Kjo tregon një mirësi të madhe. Kjo tregon që jam mirë. Po mirësia është koncept relativ, ë? Pa sigurisht. Çfarë është mirë për mua mund të jetë shumë keq për ty. E drejtë. Me timen jam 7 mirë. Po mirë, edhe unë duke të njohur pak, mendoj që 7 mirë, besoj është relativisht mirë. Është relativisht mirë. Domethënë është shumë mirë. Domethënë je mirë sepse ke kursyer më herët apo je mirë se ashtu thjesht je mirë në mënyrë ndjesore, se nuk e kursyer të. Unë jam gjirokastrit. Këta e morën vesh gjithë ose duhet ta dinë. Se unë kursimin e kam pjesë të kodit tim gjenetik. Pjesë të ADN-s. Domethënë nuk janë fjalë ato, lart e poshtë gjirogastriti, jo kurseni, me vërtet kurse ka. Kursimi nuk është gjë e keqe. Është mirë menaxhim. Kështu quajmë ne gjirokastr. I vetes, i familjes. Mirë menaxhimi çdo lloj gjëje. Që në një moment kur të gjithë janë në vështirësi ti jesh më mirë, që ti të jesh i aftë, që kur të jenë gjithë në vështirësi ti jesh i aftë ti ndihmosh. Po thua? Këtu hyn në lojë mirë menaxhim. Po si ke bazamente, ke mirë ndihmën, do të ndihmon njerëzit? Ti shiko sot për shembull që pak a shumë ka një farë situatë të vështirë ekonomike, po thua pse jemi në situatë vështirë ekonomike. Gjirokastra është duke ndihmuar, janë bërë shumë dyqana aty në Greqi në ato gjëra apo bër. Të rëndësishme. Vlen rroba gjëra. Gjirokastra fshatat të rreth japin kontribut shumë të rëndësishëm në ekonomi. Po flet për droga, për gjëra që shpërndahen. Jo, them po se fshatat si mirë menaxhojnë për Lazaratin. Jo. Unë jam kam deklaruar disa herë, biles patëm një mbaj mend shunat, patëm një seri, një emision veçantë për legalizimin e drogave. Kemi rastin e dy, një adoleshente dhe një post adoleshente, që u kap me pak grama dhe ka ngrëna 5 vjet më burr. Është merr i madh, gjynaf. Kur kemi rastin e fundit i Washingtonit dhe Georgia, ku e diun kushtet tjetra që në Amerikë u bën nami dhe legalizuan. Dhe Obama sigurisht që do shkonte në një deklaratë. Të thënë i politikanit të regjur. Për ta kohë që është ilegale,
Jo, po legalizuar ma në dy shtete në Amerikë. Po në Shqipëri, për sa kohë që është ilegale, nuk duhet lejuar. Nuk duhet lejuar. Por unë besoj që ne duhet të mësojmë që të respektojmë ligjet tonë. E qartë. Domethënë duhet kursejmë ashashin për ditë më të mira, apo ta konsumojmë më shumë që ato ditë mira. Kursimi s'ka lidhje me drogën, çështja e kursimit është jo se me droga o e kursen ose kursen. Po të thoja se mendjen atje e ke. Po të thoja. Në fakt se kam fare mendjen. Po të thoja që besi gëzuar, po gëzuar. Ja. Filluar të kursesh. Nuk e di se në fakt asnjëherë edhe droga nuk është e kushtuar. Koncepti i kursimit në përgjithësi për mua është një koncept mirë menaxhues. Njerëzit që kursejnë pa e tepruar, domethënë pa dëmtuar në kursimtarinë e tyre, janë menaxherë shumë të mirë. Dhe duhet që të gëzojnë respekt në shoqëri. Po thua, unë respekti për gjithë ata që kursejnë. Në fakt që ne mos themi vetëm 1, 2, 3, 4 janë 2, 3 këteja herë 2 s'di se sa çarere si thënë hormoni maskullor i për këtu. Unë mendoj që ne ta kompensojmë me tek femër të gjithë neve na e merr kështu, domethënë na heq, na e bën 50-50 pak në sillave. Ai nuk është kursyer fare as natyra as të dy prindrit me njëri tjetrin. Fëmijët e bukur vijnë vetëm nga akte shumë të bukura. Dashurie. E kemi Odeta Çoj Darjes me origjinë Andina Skrapari. Nga këtë ti shefin, po? E vërtet. Në origjinë. Sa e bukur unë kërcjellë dhe Vani Skrapari një moment, se ke para dhome. Odeta Çoj Darjes mirë se vjen. Ju ishit takuar në përpara? Po këtu të dera. Të dera, pak më herë. Dera si e? Mirë. Sa më për shumë? Thuaj se shumë mirë. Po thuaj se shumë mirë. Nga 20 deri tek 7 atë themi. 6. Je 6 mirë. Sot pas kam 2 pozitiv, totalisht shumë me 2 njerëz pozitiv. Besi ishte nga 7 deri 8, domethënë nga 1 deri 8 ishte 7 mirë, ndërsa ti nga 1 deri tek 7 ishte 6. Do një mungon pak fare që të jeni shumë të lumtur të dy. Ëh? Ti Odeta i kursen të lumturin apo ja jep gjithë ato që ti do të ke mirësinë? Po, për ata persone që vërtet i kanë për zemër, se kursej as pak. Përse duhet ta kursej? Për t'i dhënë lumturi? Po se vjen, po se ti je vogël, je vetëm ti je 18 vjeç, është 18 vjeç. Edhe ende nuk je përballur me disfata jete me gjëra kështu që shoqët ta fut ai tjetri këto gjëra. Okej, është të kuptoj, por jo gjithë do të japësh dashuri domosdoshmë, kjo është ide. jo gjithë, është mëse normale, por personave që vërtet i kanë për zemër dhe i dua, pse jo? Kush janë këta persona, për shkak që ti vërtet i do dhe i ke për zemër? Miqtë e mi, familja. Familjes dhe miqve i jep vetëm dashuri. Po, normale. Nuk e kursen. Ti bes nuk e ke bërë asnjëherë të. Që t'jap dashuri familjes dhe miq? Po, Po kjo është çfarë më bëj për ditë. po thua? Dhe kjo ka qenë pastaj një motivacion për të kursyer më shumë apo për të menduar më shumë kursimin apo? Ja. Për shembull, që ta lidhim këtë. Unë kursej, ose sa herë që mendoj për çunin tim, kursej. Ashtu ëh? Ose sa herë që mendoj për familjen time, kursej. E po nuk e them, mo ti fund fare se marrë rrogën domethënë, se unë çunin tim e mendoj gjithkohës. Kështu që i bie që Po pse do të jemi njësoj unë dhe ti? jo, thjesht po mendoj. Ose ke rrogën më të madhe ose se di. Ja, Ose e mendova pak. gjërat të cilat i bëja më përpara, nuk i bëj. Ndoshta më ose si bëja shpesh, sa mund t'i bëja. Gjithmonë duke patur në mendje se nuk jam vetëm. Sigurisht kjo do të zgjasë derisa çurim filloi të prodhoj ti aftë të eci vetë për shumë. E po mirë do duan gjithë ato vite apo tash? Por dashuria për familjen absolutisht e lidhur me kursimin. Po, Njerëzit që kursejnë janë dhe të dashur dhe mendojnë për të ardhmen e atyre që kanë Jo, afër. më ke plot njerëz tani që nuk kanë kursyer për një arsye apo një tjetër dhe e duan familjen. Mos them brenda mundësive, se kur s'ke mundësi të kursesh, nuk kursen dot. Por them kur ke mundësi të kursesh dhe e bën, tregon që ke dashuri për ata që ke shumë mënyra, as mund marrësh për shembull 200 euro, 2-300 lekë në muaj. s'ke mundësi për të kursesh. Po jo, mund të kursesh edhe 200, nuk ka ngrënë 100 për shembull. Izolohuni cep edhe Mirë.
harën dom, themi. Ajo është pastaj tash e folëm fillim. Kursimi duke dëmtuar veten, nuk është kursimi pa shëndetshëm. Nuk besoj se quhet as hyn këtu në këtë koncept që po flasim tani. Por ama të kursesh për të siguruar një të ardhme më të mirë për të ardhmen e tu. Të kursesh për të siguruar për të bërë realitet një ëndër që ke. Ha? E ti ke bërë disa herë. Unë për shembull ëndra ime sot është të kem një vark të vogël. Kushton 35.000 euro dhe jam çmos kursej sepse kam pasion peshkimi. Sa është 35.000 euro? Ka dhe një dhomë në një gjë, në kuzhinë kështu. Ka një, janë nga këto varkat rreth 4 metra gjysmë 5 metra të gjatë. Ka një dhomë vetëm poshtë. Jo dhomë, që është nën atë çatin. Kuvertën. Poshtë një nën kuvertën, no? Dhe është shumë e mirë për peshkim në ujërat tona. Dhe kjo është për peshkim. Shiko deta, qëllimi im i radhës është që unë kursej. Dhe po kursej për të marrë varkën. Për të arritur të blej. Sa bën 35.000 euro? Për dorë apo e re? E re. Është e re 35.000 euro. Po. A mirë, më doja diçka më të madhe. 35.000 euro kanë parë deta ca varka, ca gjëra kështu të frikshme. Jo, unë s'flas për ato varkat që mund të ketë parodeta, po se di, mbas deta s'ka para si vark. Të pëlqen jo peshkimi, deti, ti bësh varka, kjo gjë. Po. Ke hyrë shpesh në për varka, apo kështu? Po. Jo si kjo varkë besi, domethënë që është vark peshkimi. Pak e rëndësi se çka është vark peshkimi apo Ko ti mund të jetë vark, ç'të them? Vark që transporton mi moza për shkak, ai vënë tjetër. Çka ke mban erë ujë? si lan këto bota. A mund ta marrë këto më? Mund ta marrësh, ta pish direkt. Po do ta më fal, se ne u bën perri ma. Kush i la ato golla me vërtet? Kush i la ato golla? Ka për detyrë se për të larë si ka larë. Jo, më jo, i ka larë. Po thua që është thjesht detyrë, kush i la ato gollat? Ja, më nuk i lamë, mos i ljapim gringo, se nuk e përshëndetem fare gringon, edhe çuna mi mbrëmba të gjithë, ore si thash asgjë as këtyre u që isha. Mi mbrëmba e gjithë në ajër report në Digital Talk Store, satelitori, në Upcom, në shumë rrjete kështu vërdall në gjëra, jemi dhe live stream në ajreport.tv dhe shqiptare.com, aty keni një opcion tjetër. E këta çuna pastaj që na japin lek, që janë ca sponsor që unë nuk i them fare asnjë emër si dalin vet pastaj. Edhe jam me Best Passion edhe me Odeta Çuetarin. Çfarë më ka emër potent shumë, ëh? Shkon se emri të bën goxha Best Passion. Unë kam miq në Berat me mbi emër Çuetari. Po ndaj nga ato zona ndoshta është. ande. Odeta? Pastaj e tham fillim apo? Është nga kemi neshe. Mirë, blet gringo, unë mendoj që është momenti fix. Apo jo fix? Po është momenti fix. Unë që para nuk pija cigare dhe me që para televizionit këtë gjithë gjërat na Se ke lënë cigaren akoma? Jo, se kam lënë. Vetëm alkool. Nuk po pi asgjë, nuk po pi ujë edhe cigare. E ke të gabim, biles këtë do të bëjnë gjithë njerëzit, se së shpejti edhe qeveria jon ka menduar ti je bashk pjesë e qeverisë. Sigurisht. Je aty sekretari i përgjithshëm i prefekturës, ë? Të Kjo Tiranës. prefekturë të domethënë një si më thon një nga ata çuna që ka qenë ai tipi, ha mret, ata si ka qenë gjë, Ndrenika ka lutur. Pa ishte prefekti. Ai ishte prefekti. Kë kemi prefekt në Tiranë? Sa divorc. Është nga radhët e PS-s, Parti Socialiste. Parti Socialiste. Mirë, pa ecim bukur ato dyja, ë? GSI PS, po puthën, po në faqe, domethënë që më bën ato puthjen ruse të fashë të vjetër apo puthjen kështu më në faqe? Ka një koalicion të qëndrueshëm i cili ka një program qeverisës po të qëndrueshëm Po të përbashkët, dhe po të përbashkët, besoj po që konfirmoj apo po është duke u ecur mirë edhe është duke u avancuar mirë me ato reforma që ka të nevojshme, është vetëm fillimi. Po çfarë bën këta? Po kurseni ju të gjithë. Kursimi unë kam përshtypjen që ka qenë hap i parë që është marrë, sepse situata financiare dhe aq më tepër situata e buxhetit të shtetit nuk ka qenë ajo e cila pritej që të ishte apo duhet të ishte normalisht. Kjo mund të jetë justifikim, mund të jetë kodion. Ajo është një realitet i cili nuk është Po praktikisht nuk ka lek, domethënë ajo që është politika nuk ka lek. shqiptare, por bë fakt nga audituesit, cilët ishin kompani e huaj dhe erdhën dhe Konfirmuan e faturuan çdo gjë që kishte ndodhur. Çfarë kishte ndodhur dhe çfarë situate është gjendur dhe për këtë arsye sigurisht që ka patur shtrëngim në sa i përket shpenzimeve, ka patur shtrëngim për sa i përket. Shtrëngimi thua që janë heq njerëz nga puna, administrata nga gjëra? Për kursime në shpenzime, pjesë e kësaj ka qenë edhe një Apo do është abuzuar po thua. Pjesë e kësaj ka qenë edhe një ristrukturim i administratës në Edhe përgjithësi. i organikës përgjithsisht. Për të hequr dhe për të prerë gjithë ato shpenzimet kota. shpenzime të cilat ishin Se çfarë shpenzimet pa nevojshme kanë ndodhur, janë raportuar. Po nuk jam këtu tani për të dhënë raste konkrete se nuk është as detyrë ime, të jemi sinqert, por ka patur.
ka patur vende pune të cilat ndoshta duhet të ishin krijuar. Ka pas kam dëgjuar violinista që bënë elektricista për shkak. Të jemi të sinqertë, dim që ka patur plot njerëz në administratë që shkonin mëngjes, dilin drek edhe nuk bënin as edhe një lloj gjë, edhe nuk bënin tash. Dilin aty pinin kafe një gjë, bënin gjërat e tyre personale. Dhe unë besoj që kjo duhet marrë fund, edhe është një nga prioritetet e atyre një stymimet që për të kursuar. Po ta lidhim me kursimin, kjo është një nga çështjet që do ta marrim seriozisht gjithë si shqiptar, por dhe ta marrim për zonën si shqiptar. Se në fund ditës qeveria e njerëzve i paguar me lekët e taksave tona. Pa diskutim, po bankat janë plot. Ti di këtë, janë njerëz kësaj që bankat janë rrafsh. Shumë njerëz të paguajmë tamam, dhe sa më pak njerëz të paguajmë kot, aq më shumë do të rritet niveli i përdushmërisë tamam të taksave tona. Aq më mirë do të përdoren ato para, aq më shërbime të mira do të marrim, aq më mirë do të jetojmë. Po këta që ishin në punë që nuk janë të vlefshëm për bërë këtë diçka, do rrin pa punë apo do t'i gjejmë një mënyrë tjetër për të mbijetuar këta të marrin para? Është çështje e ligjeve përkatëse, kodit punës etj. Po thonë praktikisht të paaftësia, të kursehet paaftësia. Të kursehet paaftësia, të kursehet në administratat tej fryra. Administratat të cilat fryen për qëllime politike, fryen për qëllime të cilat nuk na shërbejnë ne që paguajmë taksat. Nuk shërbejnë ty, nuk shërbejnë Odetës, nuk shërbejnë. Jo, vetëm na marr, Odeta ka vajt po shkon 2000 lekë litri i asaj gjës, benzinës. Shumë vështirë. Ti s'ke makinë, se përdor vetë? Ja. Së shpejti do i blej ban. Së shpejti do kesh makinë. Po. Këtë ma the, po ma konfirmon se po dëgjon një shqiptari tjetër. Po, shumë shpejt. Markën nuk e ke zgjedhur, po në një moment tjetër. Çonci ka. Tek e fundit thjesht të lëvizet. S'kem ato pavarësinë time si femër e re, këtij fillim 2014, po më thon. Pikërisht. Faleminderit. Mirë, Glet Gringo, që s'ma ke varë fare sot. Ne jam ditë ky plani këtu, faleminderit. O Bledi, më dit afër shpejt më atë gjën te kufjet. Ç'a kishin këto treja? Çfarë doni popullore? Kemi një popullore. Po? Ha, pra, vazhdo, mi thuj të treja. Ka? Po. Oke, kemi hip-hop, kemi raga, kemi edhe popullore shqiptare. Hip-hop shqiptar. Nuk kemi hip-hop shqiptar. Kemi raga, po do të përqede ty, se ti e qëfri shumë madhe muzikës. Kami Mano Chao me gustat e dënda, me gustat... Popullore, jo, po mu gjoka shqiptare. Gjithsesi prioritet ka vetëm femra në këtë studio, për moment. Absolutisht po. Odeta? Kemi 50 Cent, kemi Mano Chao, e po jo, të shikë një zhjithë do të bësh, kemi 50 Cent, Mano Chao, kemi dhe Arturo Toscan. Është e vështirë shumë të pyetje. Jo, nuk është pak e vështirë, por varet në shihet. Po e ti çfarë do? Këto do të ke prioritet në gjithë meshkujve që janë duke komanduar gjithë këtë gjë, që quhet Kaskada Show. E po Arturo Toscan? Do të Arturo Toscan? Po pse jo? Më shumë ndikohet më një herë. Është magjike dhe ajo që njerëzit i bëjnë njëri tjetrit. Mënyra e telepatisë si jepet. Ti gati e pati si tip gjysmë nënshtrimi, ëh? Bëri u rezervua dhe u kursye si gjithë fermat në Shqipëri. Pse mendon kështu keq për muzikën shqiptare? Jo, s'mendoj asgjë, unë dua shumë edhe përshëndes shumë Artiorin. Është një ndër super këngëtarët më të mira që kemi në qarkullim. Thjesht isha duke u marrë me dy luhatjet e mentimeve. Aurela Hoxha ishte konkurrente dhe ka të revistën As. Edhe është gotë shumë mirë, unë e njoh prej shumë kohësh, ka pasur te Kasketa tjetër e vjetra, edhe ka qenë për ta lidhur pak edhe me Odetën, se Odeta thonë njerëzit kush është Odeta. Ti njeh për shkak kush është Odeta? Jo, unë Odetën e kam dëgjuar si emër, por s'e kisha parë. Odeta është modele, i ka prirë emri para figurës. Është model, po thua? Po kjo është e mirë apo e keqe? Është e mirë. Të prej emri, ëh? Emri është më i rëndësishëm se figura. Se figura për shembull person një aksident siç pësova unë edhe prishet. Ore po se dëgjova për atë kohë më burr. Si kisha rënë se ç'bëre, ku e diun? Ç'a ndodhi me ty? Po se ka marrë një qenush të vogël edhe po ke marrë një husky, e kam besën e kam lart, e kam afër me shtëpinë. Fare, vetëm ngre kokën unë te shoh. Tentoja ta ngjisja antarat nga shkallët, po unë nuk është se kam përdorur shkallët shumë në jetën time. Se ke pas ashensor gjithmonë. Po jo, s'na ndashu shkallët. Ke pas litar që hypse? Jo, sypsha. A hypse direkt kat par. Dhe doja ta ngjisja antarat. Bëj eksperiment ndoshta ti krijoj kolipe aty. Dhe kur shkoj gati sipër majt shkallët, më shkasin shkallët. Re, aty. Stikti për të ruajtur qenin, më bëri që mos kapesha edhe shpëtova mirë. Kam rënë gati nga 3 metra. Si bes pesha nuk u kursye fare as për qenin, që gati për pak kohë që e ka në shtëpi dhe si çfarë dashurie që ishte instinktive se
po ta mendoja me logjik. Nuk do isha fut për qerin fare. Gjithë të dhimbje, gjithë të çare, Ka përshime instinkti njeriu që mbron gjithmonë atë më doptin edhe tenton që të më doptin. ose instinktiv, nuk e di, po ishte instinktive, se po ta mendoja sigurisht që zë Nuk do e veproj ashtu. Nuk do e mbroj qenin që ka emrin. Jo, jam i sigurt që qenin do pësonte gjë, edhe po Gjithsesi domethënë, ta mbroj apo ta mbroj ty. Po si ka emrin ky qenin që thë? Mika. Mika. Është femër. Që nuk i bukur një haske, po do të gjej belau kur të vi vera apo. Apo e kaloj një verë. Se kaloi vetë. Se gjeti bela fare. Ti fare, o dera ti si ke qef to kafshë gjëra kështu. Jo, Ha, jo. kundra s'di kam shumë qef. Ke mace qenë gjëra kështu në shtëpi? Çka ke? Jo, nuk kam, Po por pse? që preferoj Tash më i kam shumë qef, po nuk kam. I kam qef, po kam një gjarë në shtëpi. Ba, jo thoya që preferoj shumë qef, por që nuk është se kam në shtëpi. Po mira, kurse pak tash, ose i thuaj aty në shtëpi, kurse pak e të marrësh një qenë në shtëpi. Nuk është se është ky problemi, por që Se ka problemat, edhe pa kursyr, kanë kursyr boll, po thua tut edhe ti që ta marrë një qenë. Por derisa unë kam marrë dëshirë ta kem, ne? Jo, po derisa ti ta kishe marrë dëshirë, ti kishe marrë, pra, po nuk e pas ke marrë shumë dëshirë. Është ai mendimi që një kafshë në shtëpi Sigurisht. pak e bezdisshme. E pra, nuk i pas ke aq qef sa the, pra, këtë kisha duket thotë. Jo, unë i dëshiroj, por thjesht fakti që Kur ti jetosh vetë do marrësh një qenë, praktikisht. Kur jemi ata tut, akoma nuk je gati për të marrë një qenë në shtëpi. Tash është pak e vështirë të marrësh një qenë në shtëpi në këtë ditë. Varet. Varet edhe nga menaxhimi, nga kursimi që i ke bërë vetës për të Po, jo, me për qenë pasur sa pak më qenë. shumë dashuri për t'i dhënë një qenë apo? Nuk është se qeni harxhon shumë, pastaj mund të haj mund ta ushqesh me ato që nuk Ti arrin ha. të konsumosh gjatë ditës. E kuptoj. Skore, ato që do flakeshin po thua, do hidheshin, Po që teprojnë. mund të japësh qenë. Tepericat e jep qenit. Edhe kjo është një formë kursimi në një formë. E kuptoj. Po pse mo ti Nuk se i ke çon mbajtur? dom. Po ti se mban vetëm me kështu burrë me fazan me gjëra më mirë që. Bëti pak fazan me mjalë ti dyre të ti qen mikës. Ha? Jo vetëm fazanin, mjalti. Kam dëgjuar fjalë shumë të errta aty në lagje për besin, bën kurban ketra. E kam dëgjuar. Që merr 2-3 ketra i flijon me një shtiz në vesh. Po i kam shumë vlla fazanët ata. Kam shit. Mirë si gjithandaj, se edhe vetë shqiptari në thelb po deta nuk është se kursehet. Sidomos në sa dela Tirana, ha? Shkosh një berat, një skrapar, një vlor i fier që sa do ngjajnë kështu të mëdha. Okej, jo të gjitha të mëdha. Njerëzit nuk kursejnë nga fjalët për shkak. Ti do nuk janë kursuar njerëzit nga fjalët me ty? Nuk kam folur mirë keq. po si çdo kush ka mendimin e vet, disa flasin mirë, disa keq. E kuptoj se po më flet si ai kolegu që është bërë deputet sërish, po ishte në listë dhe një tjetër, shnikun shumë mirë. Shumë mirë. Do më praktikisht më thua një fjali që më konfirmon po të njëjtën gjë. Po të lutem dua një mendim tënd o këtë. Ky është mendimi im, që gjithsesi kam mendimin e vet, dikush mund të flasë mirë, dikush mund të flasë keq, gjithsesi mbështes si mendimin. E kuptoj, po të ty janë kursyer për mirë apo për keq njerëzit? Po shoh se për mirë. Do thënë, janë kursyer që të flasin keq? Apo janë kursyer që të flasin mirë? Ja të falur mirë. Kështu shpresoj. Janë kursyer që të flasin mirë. Pra kanë folur keq bezi. Nëse në fakt Nuk e di ishte kjo që donë të thosh. nuk do të thosh atë. Do të thosh të Kam kundërt. shtypën. Po, do të thosh të kundërt. Do të thonë që njerëzit praktikisht për odetën kanë folur shumë më mirë. Do nuk janë kursyer për të folur mirë për ty. Në fakt, shive më sa kukull e bukur. Ne mirë që nuk duhet të kursesh. Ty bes si mendon që njerëzit si janë marrë me ty? Janë kursyer për mirë apo për keq? Unë besoj që nuk janë kursyer. Në përgjithësi, Që nuk janë as kursyer. për mirë, as Që për nuk keq. janë kursyer, unë kam përshtypjen që po kjo tash mos u bëhet më diplomat se ç'duhet. S'jam diplomat fare, po të them se janë kursyer as për mirë as për keq. Ku është diplomacia? Se ashtu Ku është kështu ashtu. diplomacia? Jo, unë po mendoj në një ambasadë në Ukrainë për shkak. Në Kiev. Po jo më për skali. Po do përcjellë shumë. Ndoshta në Indonezi. Në Indonezi, po ti ke qenë në 2004 pas tsunamit. Po pas tsunamit. Ke qenë me Lartin me këta çuna. Kam Ha? qenë unë njërë Ke qenë ti, pastaj erdhi Larti dhe erdhi këta. pjesa tjetër. Larti s'është më të mjafti. Kam ngritur skuadrën e parë që ka eksportuar për herë të parë dhe të vetme ndihmë nga Shqipëria. Vetëm nga Shqipëria ka Shqipëria. qenë vetëm Çfarë fondi kishme importuese. atëherë? Ka qenë nano, kush ka qenë atë kohë? Jo, s'kish lidhje fare, qeveria nuk na ndihmoi, ne u ndërtua një fushatë e tërë, u quajt Team Albania në Indonezi.
Ishin ata ca norvegjesa arritëm që të ngrinim rreth $30,000. Një fond që përdor për bler ilaçe dhe për mbuluar shpenzimet e udhëtimit, se udhëtimi ishte goxha i shpenzuar. I rreth në Malajzia, por ajo që ishte më e bukur është që unë arrita brenda një muaji kam arritur që të menaxhoj dhe të futem në rrjetin e menaxhimit brenda për brenda në. Po më kuptoj, po $30,000 tash nuk do një rrjet madh për të menaxhosh $30,000, më jo troja. Do ishin gjëra sa vdiqin. Nuk po flas për $30,000, po flas për rrjetin e menaxhimit të gjitha ndihmave që kishin ardhur. Ishin ca çon në Norvegjia, aty ca aty ishin gjithë kishin numër njerëz, se madje era kufon ka thënë. Ishte gjithë si gjeta atë situata aty në moment. Aty ishte një tmerr vërtet. Nuk ishte kushtuar fare natyra me njerëzit. Kam arritur në darkë, nuk kisha asnjë kontakt. Kam shkuar direkt në një kamp që ishte ngritur në qendër të qytetit të Banda Açës dhe vinte sa futesh në qytet vinte era kufon, vrasi gjëra, tekje. Kishte një shi të vazhdueshëm që ndodhte çdo mbasdite për shkak të klimës tropikale që ata kishin. Muson. Dhe e tmerrshme ishte ditën e nesërme, sepse na arrita natën, vinte shi. I lodhur kështu grita një çadër sepse nuk kishte hotele, nuk ekzistonte aty. Ai qyteti ka qenë qytet i izoluar, sepse për shkak se ka qenë zonë rebele dhe të huajt nuk lejoheshin. Banda Açe ka gati 50 e diçka vjet në luftë civile aty midis ishave. Dhe ka qenë interesante, hotele nuk kishte, duhet merrshim një shtëpi, të merrem shtëpi me qira, po nuk e gjeja dot në atë moment të natës. Kështu që kam fjet në çadër. Kur jam çuar të nesër, dhe arrita që të gjej një. Që kishte shumë shpirtra, ishin gjithë të gjej një makinë, gjeta një makinë dhe gjeta edhe një shtëpi, dhe kur po shkoja për të shtëpi, rrugës shikoja mjete, trupa, shpira, orëndira, të cilat i kishin prur dallgët praktikisht dhe ishte momenti që po pastroheshin, do ishim duke u nxjerrë. Po si që i varrozën tek apo kështu në varre masive? Jo, tek se çdo familje merrte përsipër, familjarët e vet. Se gjithë ata amulliu gjetën. Po do ta kërkojnë ndjes, po tash po kështu ka ndodhur, çfarë ka vetëm 10 vjet, edhe pak bën 10 vjet. Bamën në tsunamin e famshëm. E trodhi pati spekulime shumë të ai që nuk ishte thjesht për një lëvizje të dy pllakave tektonike që ndajnë gjithë atë zonën aty, por që ishte lëvizje pllakave. Në fakt kjo u shit, përgjithsisht po pati edhe teori konspirative të tipit që ishte një elektromagnet i madh i lëshuar nga një prej forcave të mëdha botërore, ata që po kontrollojnë një lloj mënyre, po kursen apo po lëshojnë më shumë edhe atë që ne quajmë ekonomi, mbi bazë së cilës ky kapitalizëm pseudo i ri po funksionon në botë. Erdhën marsianët edhe goditën. Jo detyrimisht. Ja, Odeta nuk beson te marsianët fare, te alianët. I beson më shumë, nuk i kursesh njerëz apo po ti në një na jashtë planetit. Dhe për shembull unë për momentin i besoj më shumë femrave të planetit Tokë. Më kupton? Po më ndjek? Është normale. Mos e normale, nëse unë s'kam një aliene më të mirë, se po të ishte një aliene na Venusi, na Afrodita, do të ishte më mirë, do i besoj asaj. Kjo sepse ti s'ke patur fat. Po thua, se ti ke gjetë fatin tënd, nuk e kursyer fare në fat, e ke gjetë një marsian apo një na Afrodita. Këto janë, shiko, mos futemi në jetën personale të njerëzve. Sa gjëra nuk tregojnë. Nga që më thej që unë nuk pas ka pasur fat, edhe i bie që ti të kesh pasur fat. Po kaq, kjo është deklarata ime. E kuptoj. Sa bukur e tha, e në faza më të larta të romanticitetit o deta. Ti çfarë nuk kursesh as në romantik? Nuk e ke fare që funksionosh. Jo, s'ka. Çfarë? Nuk është se njeriu kurse në citat. Por nuk është se kam vet tipin. Jam pak sa ftohtë, nuk. U kursej edhe, je tipi kursyeshëm. Po kur del me shonjë shpesh, me këtë del më shpesh? Po, me otrën nuk e të mia. E këto, do në fund fare si japni, pagoni se citat tuaja apo pagon njëra më shumë? Jo, as pak, në këtë aspekt nuk kursesh. Pagon ti gjithmonë. E bëj për kënaqësi, jo se. Po, do të pagoje gjithmonë. Po ka raste që paguajnë dhe nuk është të mia. Insistojnë, ato që do pagojnë. Pa ty nuk kursesh. Unë personalisht. Po, nga që pini çfarë pini zakonisht, një kakao, një cappuccino, një gjë kështu? Atë çka dëshiroj, momentalisht. Tash alkool nuk pini, edhe ti je më kursyer se haj se shkoj ta ulin 10.000 apo 15.000 lekë. Nuk është një dashoj të pi për shumë Jack, ose i teket në një kështu në këto. Ups, prapë edhe Jack nuk ka Jack. Mos. Mos.
Unë mendoj se e mira është që të kursejnë. Po thua? Është diçka dobishme. Them ta shajm tani Xhekun, ta shajm 20 minuta Na Gjirokastra, Gjerzi. që ta sheshoj. Qau. Xhekun na Gjirokastra. Gjekura Gjirokastra, Gjerzi qanë më penjë. Po dhe ta? Por pothuajse ose nga ata që unë kam parë, me sa kam parë dhe me ata që Ke kam bashkuar, ke- rrethuar, po. Po. 70% e tyre nuk Kursejnë. Janë dorëlëshuar. nuk kursejnë. Nuk kursejnë. Dhe ti e vërret Por, të si dhe- fenomen dhe- të e të dhimbshëm. Dhe 30% që mund ngelet këtu nuk e se çfarë të kursesh në këtë periudhë kaq vështirë që A, nuk e që Po, po, kursesh po, për jeta. lekë kisha fjalën gjithë kohës. po për në këtë aspekt. Po, për lekë. Nuk kursehet, Besi. Goca o dyta tha që nuk kursehet. Mos ke as çka kursen, domethënë. Domethënë vetëm do të paguash. Për lekët. Po për lekët, o dyta për lekët e kishte. Mos besoj që e ka seriozisht Odeta. Pse po thua? Po sepse Odeta do të blej një makinë, po nuk kurseu, e blen dot makinë, apo jo. Jo, ma ku e diti ja ble babi kur më herë. Pse lidhe ka Babi- kursim babi për Babi Odetën. Odetës, po nuk kurseu, nuk e blen dot makinën Odetës. Pra ka kursim. Jo, unë e përmend edhe pak më parë që e mira është që të kursejnë. Nuk pasaj kursyre. Mos i nxirr gjithë gjërat. E mira është të kursejnë, por Babi më Besi kur ishte i vogël. Edhe babi im se çipitët në herë që ndante rrogat, ku e diun, që është një që kanë për kujtime të largëta. Edhe në moment që u shkoi si fëmijë legend i vodkës, po shumë i bukur, shumë hot, ë. Që atëre, ose harroni të dy këtë pjesën. E hot ligu ti në fojë. Nuk shko, babi, Nuk kursesh atë. Nuk kursesh atë. Ka jeni mbledhën një gjë, babi, çka ka mbetur rrogat do ta marrë. Se ku diun se bëri premtim, çfarë don gele, se geleshin bakshisha atë. Po geleshin ka 5000 lekë bakshishe, Çfarë thua? merr të bisha. Si ka të 5000 lekë. Ja, po 4-5.000, por se ishte rroga për shembull X-i 3500, lita i 50 lekë ose 100 ose 30. Se e mbidheshin tëra këta. Nuk është i mbidhën në një babi, po. Ai thjesht më të dhon vllafin e mirë mua që unë do kisha okay. pjesë të aksionerit Mirë. kësaj gjë. Por që i ditë fulla mbledhje ashtu. Babi. Dhe janë zgjidhur fytyrën, nuk u kurseva fare atë. Mirë, Që atëherë babin e pushkatuar apo? jo, babi është ende gjallë, mirë shumë. Të përshëndet babi. Çfarë ishte? E, qa po qesh në ty brava, mërë, qa... Shkiri gjithë të qesha, mërë, pleqër. Çmëndi regjia, çmëndi. Besi, a je i gashëm për të Odeta? Të dëgjojmë këngë tjetër? se jo. Apo jo, fare, po përtoj. Pa se kota është para, por do pija një cigare se pio asnjëri për nesh. Ti e ke lënë? Unë e kam 9 cigare. Po kursesh apo e ke lënë se nuk bën e mirë për trupin? Pas 19 vitesh, kuptova që ja kam fut kot Me cigare, no? me cigare. Edhe sigurisht që kjo më ka bërë mirë, a sepse kursej, b sepse mu shkrite mia sot. Po sa kurse nuk, se ka vajt gati 3000 lekë për shumë paketa. Gjëra 6000 lekë, 2 i pjen ditë. 6 deri 30, thonë që 8000 lekë. Një rrog. Një rrog, një rrog. A tani pse po thoj që shteti Një jonë gjysmë rroge, Ha, e pra. më fal. Po gjysmë rroge të një punëtori. E hoqa ato, që Iku. 8000 dhe i ke vënë janë ato. Kam kursyer lekët që do t'jepja, që po ta lidhim gjithë tani me shpenzime, në vlerë monetare. Po, Lekët që do t'jepja doktorit dhe doktoreshës dhe pastaj klinikës për kace e tjerë. ajo vite një moment të purimet- dytë, nëse për për kur në purimet mushkritë që e do gjëra. duhet për mushkrit apo për sëmundje të tjera të cilat automatikisht vinë. Vin nga jo atake kardiakë, jo gjërat e semës Dhe specifikisht. kam filluar që të eci, sepse më përpara kisha më shumë për test nga që lodhe. Besi, nuk është se duke shumë që e hezën, ha? Të shtrashu barku i gjërat, ose i Dëgjoj. kena drega sotshme, po. Dëgjoj këtu. A Odeta? Sot kam rënë Thua për Odetën po, që për Sot rrezik kam nuk e thënë fare. një drejt të shishme, po këto janë pasojat e vitit 3, unë t'jap fjalën që për 2 muaj unë nuk Po do shkosh ti për fare, tartaruga, Dhe ninja, ndryshe. gjëra. Por viti i ri ishte një vit i egër. Po thua, Ishte një hëngër ka poshtë gjë, gjithë folë për vitin e ri, Ishte Odeta një- ishin një- kështu në vrasje. ishte një javë e egër. Ha? Një javë pa kursim. E kuptoj, e kuptoj. E, mos qeshin shumë dhe bravo. Çfarë bëjmë? Keni dhënë hapur i këto, ma ulja pak në kupje do gjëra më këtu. Më ngjap vete si isha ka xhi vërtet. Ha, çeshi tash po jam mbajtur. Nuk ishte një batutë e madhe, dhe fakti edhe kamerën pak nga botën e një. Ka rënë keq fare, e bërë shumë i mërzitshëm. Po thua, Po të një këngë po ashtu i pi cigare. Çfarë s'kan thënë njerëzit edhe për qeverinë e re.
Dikush ka qenë më i mirë, dikush ka qenë ashtu, ka qenë interesant, dikush kështu, dikush ashtu. Se jo gjithë i shkon të jetë seriozo, por ose jo gjithë i shkon të jetë karagjoz në një mënyrë ose i tjetë në thonë. E vërtet. Nuk më bësh dot me zor. Ose gjetë të mesme që loz edhe loz me sa klasë më madh, këtij që ne quajmë sistem. Po në njerëz nuk e gjen gjithë atë të mesmen ashtu. Edhe drejtori i instancave të tjera për të bërë një lloj menaxhimi. Sadomasochist. Mirë, bledi ma vër pak atë. Ta vër, ti e vër dhe ja vër vetes një. Por Gringo, bled Gringo, ti nuk e njoh të bledin pak. Po, e njoh. Bled Gringo është vetëm po pre flokët më shkurt çdo herë që e shoh. Derisa do shkoj që bledi do rripi një moment skalpin. Po, ka të ngjaj. Bledi është shumë i bukur dhe me pas skalp. Magjisa unë do nuk imagjinoj dot bledin pas skalp. Jemi najër. Por ati nitit, ai niti nuk e shef fare emision, ore niti. Shif atë më duhet të bësh këto më, e ty të di quaj unë. Midis syres na këngën a gjërat. E ne ose do të fajsoj ty, vlla, se s'ka fare niti se është tjetër drejtor. Jo, njërin do e fajsoj, ne e mirë tek e ti. Në emisionin tjetër çfarë sot burr? E mërkur. Çto do të din këto splitat gjërat ndarse. Sa va? Ti ke faj, ndrysh do vazhdoj të thëj do bëj një fushat anti e nea. Ai ne është regjizori i Kasketa Show. Po mos e ngacmojnë ne. Nuk e ka fajin e nea. Shumë mirë, por se ngacmon njëri. E nea nuk ka faj. Po se ngacmova unë, se ngacmon njëri. Nuk ka faj e nea. Po thua? Po tash Italia u burse isha edhe unë po kursej pak. Çfarë po kursen? Do heqësh e nea nga punë? Jo, po kursej në ndjenja. Është çështje shumë e vështirë odeta që të kursesh. Po kemi vënë re që ti kursen në ndjenja. Po thua? Po. Pse? Se Historiku ime kështu gjë. martohesh shpesh. Jo, s'ka lidhje ajo. Nuk është kursimi ti për shembull odeta, ke menduar një martesë? Shumë herë të mendoj martesë. E më mirë 18 vjeç ka pas dikush që është martuar 20 pak. Unë sot pash një lajm që ishte një vajzë në nuk e di se ku ishte në një nga këto vendet afrikane, që ishte martuar 10 vjeç, ishte bërë fëmijë 13 vjeç, e 16 vjeç një vjetë. Edhe ja vran atë. Ai ka pas burrin që lufton me luajërin. Nuk e di. E luftosh me luajërin që ti pini opium aty në Afrikë, ajo do rraf luanin, nuk shkon. Ka dhe kështu. Ka bota është e çuditshme. Odeta ishim ti pse po kurseje për të menduar edhe martesën. Një vajzë 18 vjeçare mendon gjithmonë në martesën. Unë personalisht jo. Asnjëherë fare Primare për mua në shkollan. për momentin. Pra te shkolla nuk kursesh. Shumë mirë. Më le pa fjalë. Dorim 30 sekonda? Ja ta ngri pak muzikën e na. Çfarë besi për ty, ë? Çfarë thon? Çfarë e kanë kryqësitë kanë me barkun, një, edhe dyta kanë me odetën. Dyta çka ka thotë sikur ka parë një fantazëm. Po me barkun tim kush e ka një? Sa njerëz, Mund të shpjegoj gjithçka. mund të them vetëm diçka që janë njerëz, janë pjesëtar o të takimit Rama Topi ose të takimit Topi Rama. Këta janë njerëz që flasin edhe për ty, edhe për ty odeta. Thonë sikur ka parë një fantazëm edhe unë realisht me sa ditë deri tash kur e pickoj veten, më vlon edhe unë jam ende i gjallë. Se ti është mendimin tyre. Mendoj që Zoti është kursyer për jetën e njeriu që jeton deri në ca vite pastaj ikën vdes. Mendoj se është e shkruar. Ai sa është e shkruar. Besi mendon që Zoti është kursyer me ne kur na krijoi me demet? Jo. Nuk përkundet. Na ka dhënë më shumë se ç'duhet? Zoti ai shumë e dëshi botën. Thot Bibla, saqë i dha dhe birin e tij vetëm. Kë Jezusin. Po. Kështu që Nuk kemi ende analiza që Jezusi po ka ti qenë. referohemi, po se kur flet për Zotin duhet i referohemi librave të shenjtë, ha? Unë i quaj bestseller. Po ti referohemi librave të shenjtë dhe historive të tyre. Atëherë i bie që Zoti nuk është kursyer as pak, sepse Zoti dha çdo gjë edhe familjen e vet, edhe Po çfarë dash gjë për kotësh, edhe Zoti mund të pi drogat me që i ka shpikur vet. sipas Ka qenë dru Zoti dhe çoj. sipas librave të shenjtë, thonë se atyre do i referohemi. Bestseller.
Po unë nuk mund t'i referohem dot diçka që as e kam lexuar as e kam parë asgjë kundër. Jo, pra pastaj ti e mendon që është kursyer te jeta. Zoti nuk është kursyer, përkundër, i ka dhënë botës gjithçka. Edhe aq më tepër me njeriu, besoj që është treguar shumë dorëshuar, ëh. Nëse do t'i atribuojmë Zotit krijimin e njeriu, atëherë Zoti është treguar shumë i dashur me njerëzit, sepse na ka dhënë aftësinë për po ta kishe mundësi për shkak që ti ishe një hiperzot ose mbi zot, na do e bëj Zotin, cila origjinë e Shqipërisë? Nga do ishte Zoti. Kishe hiperzoti dhe në një moment i kishe mundësinë që të krijojë një zot të ri për të pasur një sektor universal, domethënë ishte Zoti i kësaj pjese të universit. Zoti mund të jetë vetëm nga do ishte Zoti me origjinë apo Zoti i origjinë, pra me origjinë ti je hiperzoti dhe i jep një zoti të ri për të krijuar një zonë universale, Zoti mund të jetë vetëm Gjirokastrit. Po thua, po patjetër. Një zot do të jetë Gjirokastrit. Absolutisht. Po tash ti një zot Gjirokastrit, imagjino në mund të ish me një dorë ose me një këmbë. Jo, absolutisht. Do ishte kyçje. Po, do ishte kyçje, sepse një zot Gjirokastrit do të zgjuar. Një sekondë, se kyçje jam tash se më bëre me gjitha këto të mira, po logjika është që domethënë ky zoti që është aktualisht Gjirokastrit, po më thua. Po absolutisht po. Po, po nëse duhet ta ti veshim një origjinë, zotin e quajnë Gjirokastër. Nuk mund të jetë në ndonjë vend tjetër. Po deta ti nga e do e zotin. Nga çfarë? Por se cili e do ta ketë zotin komshi. Po thua? Patjetër. Ja, mirë tash, po një zot lushnjar do të ishte interesant. Ka vërtet. Ti je zoti me origjinë nga lushnja. E të mësh më tash më vret zoti më me një paf më vjen rufe. Apo nuk bie rufe a thua në 3 leçe. Po atë, po të mësh me çfarë odeta janë të frikshëm njerëzit, a? Çfarë shkojnë për ty? Po ti për çfarë shkojnë për mua? Po të ti do të po njerëzit po kursejnë edhe te mesazhet e ty. Jo, përkundër si nga që po kursejnë. Po ku ti prandaj po të pyes? Jo, përkundër si. Po të çojnë shumë mesazhe. Çfarë po të thon? A fjalë më të mira. Ashtu ë? Po. Nuk po kursejnë fjalë mira. Jo. Të tipit për shkak në një moment që se kanë kursuar atë më së shumti. Je bukur, ke flokët e verdha, ku e diun vathët shumë bukur në këtë mënyrë. Po pra, këto kanë qenë koment që janë bërë. E të meshën pesi, do filloj dhe qaj edhe pak. Po të ta mund qajon nërë pasere? E ke problem? Nëse ju vjen për të qarë, më qani. Nëse më vjen për të qarë, Por zbesu se... Po në këto kohë deta edhe i vetë njerëzimi dhe vetë individit, ata që ne quajmë si celulë më bazike të shoqërisë që është familja, edhe njerëzit vetë po kursejnë si qari me njëri tjetrin. Kam mos e fut kot. Kam përshtypjen që po. Duhet t'ja futësh kot. Jo, kam përshtypjen që po. Ë? Enea? Lëre Enea në fund vetë. Po njerëzit, shikoj, në ka një gjë që njerëzit nuk kursejnë dhe unë nuk besoj se do kursejnë ndonjëherë është të qarit. Dhe pse njerëzit qahen apo qajnë shumë? Qahen në përgjithësi, sepse është kjo është më shumë kështu shqiptarike. Jo, s'është shqiptarike fare. Kjo është natyra njerëzore. Që kur lind gjë e parë që bën është qahesh. Dhe mësimi i parë që merr që kur lind është që po nuk qahe, jo tëm nuk të jep për të pirë. Se praktikisht fëmijës së vogël ti kujtohesh të japësh për të pirë kur është i vogël. Kur ai qan se nuk e nga ta kuptosh. Kjo është komunikimi me fëmijën e pra kur jemi të vegjël, mjeti është e qara, është mjet komunikimi. Dhe nëpërmjet të qarës ne sigurojmë nevojat tona dhe sigurojmë ose komunikojmë me botën dhe i themi kemi nevojë për ato që kemi nevojë. E kam shpjeguar edhe kur rritemi, bëjmë të njëjtën gjë, po ndoshta në forma të tjera. Nuk qajmë me lot, ndoshta nuk bërtasim wow, po gjatë gjithë kohës çfarë jemi duke bërë realisht gjatë gjithë kohës është që qajemi për gjërat të cilat duam. Dhe kur i kemi të gjitha gjërat që duam, atëherë nuk qajemi më, por rrallëherë ndodh kjo me njeriu, me humanin përgjithësi, sepse njeriu nuk kënaqet kur. Se qari. Njeriu nuk ngopet kur, njeriu nuk është asnjëherë nuk ka mjaftueshëm rreth rrotull, sepse natyra jonë është bërë, Zoti ka bërë të tillë, më shtypim, nëse do ja atribuojmë Zotit. Gjithmonë. E ka bërë të tillë që njeriu gjatë gjithë kohës jetë duke krijuar më shumë, duke prodhuar më shumë, duke ecur më shumë përpara. Dhe fatkeqësisht kjo ndonjëherë na bën që të shkatrojmë këto të mira që kemi. Nuk e di se sa të mira do jenë apo jo.
Shumë deta fare nuk i ndjen të mira, ti i ndjen të mirat në top në jetën tënde? Ke të mira rreth vetes. Po, normale. Kë çon të mira? Ti ka të shumë rëthan. Misht. Njerëz, Po, benefite kështu domethënë fizike, gjëra. të mirë shkruaj dhe shkollën. Mirë, Odeta kam përshtypjen që është shembull më i mirë që ne do t'i japim një brezi 18 vjeçare sipër që do të jenë të aftë për të votuar në zgjedhjet lokale kur janë për 2 vjet, ë? Po. Për 2 vjet. Domethënë të gjithë atyre që pas 2 vjetësh do jenë 18 apo minimalisht 18 tani dhe 20. Për një vit e gjysmë më saktë. Për një vit se kur është lënë pak a shumë? Po do të jenë diku në qershor të 2015. 2015, ëh? Besoj në atë periudhë. Zgjedhje pra. Po kjo vlen edhe si për gjithë gjeneratën tjetër që do votojnë për 3 vjet, diçka. Që janë zgjedhjet Po që janë zgjedhje përgjithshme. e përgjithshme, që do vendosin ca njerëz të rinj në parlament. Ti, Odeta, unë nuk po të pyes fare se me çfarë lloj bindesh je, po ti besoj që nuk ke me asnjë. Unë jam në bazë të interesave. Kështu që Bas kujt dhe çdo interesi? kush Thua ezën që në bazë të interesi shkon në një parti. ajo parti që bën diçka. Bën diçka për popullin shqiptar. Po pra, kush po bën tani, sipas gjithmonë sipas teje? Do t'i përgjigjem patjetër sa pyetje? Po jo, po dëshon të përgjigj fare, kam një nuk do të përgjigjesh. Po kam ashtu do të jesh e majth. Se do unë kopë merr me gozën, goza është modele, ka konkurruar në Top Models of Albania, jo. Of the world, Of the World Albania, si Po po deta është e re edhe zakonisht të rinë votojnë lësim. Po thua, kryesisht po, kështu ka qenë struktura më e fortë kjo e lërisë. Më në gjithë forumet rinore një strukturë e frikshme, pa parë. Nuk e di se çfarë ndodh, po s'duhet të ketë një farë brumi aty qarkullim. Po jo vetëm, ë. Kemi shumë, ke edhe kjo FRD-ja, kjo është FRD-ja, po? Kush është kjo? Jo, FRD është e topit. Po edhe kjo e PD si e ka forumin rinor? Se di, se ka. FRPD-ja. Edhe Freshi sigurisht. Freshi kam qenë Fresh para 200 vjetësh më po. Të merr. Ka qenë Rama sa pa marr këtë mandatin e parë. Si Para 200 vjetësh? po diku se do unë kështu jam me kujtime. Në vitin 1814. Diçka është do, po jo, nuk i bie kështu. Po fiks para 200 vjetësh. E mbaj mend. E mban mend e ti? Mama ti ka qenë një pucari i vogël aty që merresh me ato shakat. E mban mend, ë? E mbaj mend. Edhe unë e mbaj mend. Mbaj mend. Mama që unë isha aty në duke mbetur hithra. Edhe bëja kështu mblidha bim kurative për gjithë njerëzit. Ke patur një aftësi të madhe me përpunimin e hitrave Po, në atë kohë. e mbam mend edhe ti këtë. Që i fermentuar një moment. Dyqani- Deta se beson. Dyqani jot i përpunimit të hitrave Ishte me nam në jug. Ka qenë i famshëm. Edhe vinin gjithë Beler. sa të lushnja ishte qendër. E zhvillimit, e kapitalizmit themi në ato territorë, në ato troje. Të gjithë vinin me Nga- karroca, më mend pe. Nga ana anës. Ti doni hithra të përpunuar për shumë kisha, Odeta ka pas dhe hithra për shërim me kancerit. Kishte kos Asaj hitre kohë. për shkak, bënte kos. Kos me hithra. Ka pas edhe, po ka pas një parë një ëmbëlsirë, tipi për shembull siç është tiramisu, po është tiramisu alla me hithra. Për shumë mirë, besë mamën. Mamën Po po. kurative për astmën, për zvogëlimin e veshëve, e flokë gjithë to. I dhe mbi supë që. E vërtet, e vërtet. Të gjë Odeta. Odeta, jo është dhe gjë që thuhet këtu, do të jetë mirë qenë, mirë ose një tjetër. Mi bledi. Unë asnjëherë nuk e pija cigare, ëh, gjithë pauzat që. Po kjo është e rëndësishme ta sqarojmë që nuk ke histori e vërtetë. Po thua? Kush do doj le ta besoj. Unë nuk e di, unë nuk marr përgjegjësi. Ti po më jep premtimin e një politikani, tash njerëzit janë të prirur të besojnë të kursejnë te një politikan apo te një njerëz që del në media. Njerëzit edhe një herë janë të prirur të kursejnë përgjegjësi. Shiko nga historia se është shumë gallo dhe do thoya që çfarë bësh më theti më për. Iku, ja erdhi pra. Shiko ç'a bëjmë ne për shkak. Po ta analizojmë njerëzit që kursejnë, njerëzit që kursejnë, Jo, s'ka gjë më, shumë afër. njerëzit që kursejnë. Po. Në përgjithësi janë njerëz të suksesshëm. Për shembull themi bravo filani. U shtrëngua, po bleu një biznes apo investoi diku. E mos e Dhe të faktë tash ata që jetën- kanë shtrënguar më burr, se shumica e ka ardhur leku edhe pastaj kanë Jo.
në përgjithësi janë njerëz të cilët kanë ecur shumë mirë në jetë duke kursyer. Por besimi popullor në përgjithësi mbetet negativ për konceptin e kursimit, e kurnac, ai kursem. Pra besimi popullor në përgjithësi anatemon kursimtarin, po t'ja analizojmë rastet një me një, ata të cilët kursejnë janë njerëzit më të respektuar në shoqëri dhe më të suksesshëm në shoqëri. Dhe për këtë arsye, unë vazhdoj të them që kursimtarët janë... Po çka kemi pas me të suksesshëm që kanë një kursimtar në histori për shkak. Skënderbeu nuk është kursyer. Megjithëse kursyer se erdhi me 300 kalor ose donte pushtonte dhe bëri gjithë ato gjë që bëri për 25 vjet. Erdhi me kursimin në fakt. Po ja, fakti që nuk është diskutuar asnjëherë për financat e Skënderbeut në atë kohë. S'ka qenë çështje kjo, as në histori s'është folur asikundi, askush nuk ka. Le të merremi tash. Do thotë që Skënderbeu do të ketë qenë një menaxher shumë i mirë i parave. Ose vajti volli atij tipit, çai kishte ai, në Stamboll, aty volli lek gjëra Florinë dhe erdhi, kishte shumë. Bas. Po çon si ka. Fakti që nuk është bërë zhurmë për këtë çështje. Do thotë që ka qenë menaxheri. Mund të ketë qenë menaxher kursimtar. Po kaq, domethënë që po më thua njerëz më të suksesshëm se historiku i Donald Trumpit apo tjetrit, më thënë, jo relativisht ka pas për bazament kursimin, ëh? Që janë njerëz suksesshëm, themi ekonomikisht. Jo, nuk po flas në ato nivele. Po, nuk e folur në po flet kështu në nivele më shoqërore. Po them edhe një herë, unë po flas për njerëzit që i kemi të lagja, njerëzit që i kemi për ditë aty, nuk po flas tash për skema financiare të mëdha edhe çështje të cilat kalojnë për ditëshmërinë. Flas në përditshmëri, kryesisht njerëzit cilët janë të suksesshëm, janë modele, janë njerëz të qetë, familjar, të rregullt dhe kanë një jetë të pëlqyeshme, janë ata që kursejnë. Po kush janë këta? Okej. Nuk them edhe një herë. Kur them kursim, nuk flas për kursimin në konceptin e të kursyerit që njerëz që nuk vishen, nuk han, nuk pinë dhe nuk e gëzojnë jetën. Jo në këtë kontekst, po them në njerëz që nuk e shpërdorojnë të mirat që kanë apo nuk shpërdorojnë të ardhurat që kanë. Po çka kemi ne si figurë, pra këtë po them, figurë historike tonë të suksesshme që kanë qenë kursyer. Po s'e di më. Ha, fare. Nuk ka ridot që po se nëse Ismail Qemali u kursye për shembull, që ne vesh një vit dhe pastaj ikun Perugia ande këthe vranë bën. Nuk është marrë njëri me këtë aspekt, edhe besoj se do të ishte një aspekt interesant, do të thonë ndonjë nga historianët. Inshallah ka ndonjë besoj se ka ndonjë nga dëgjonari. Ka shumë fare. Po, nëse ka ndonjë historian që na dëgjon tani për shkakun, ky mund të ishte një aspekt shumë interesant për të bërë një studim. Plumi për shkakun, për të parë super historian, shumë i mirë. Për të parë gjithë këta liderat, për të parë pak nga ana financiare, se ka një errësirë se si silleshin këta me para. Ku vinin lek më na i merrshin, na i bënin, nuk dihet fare. Është një njotë komplet, është një gjë e errët. Domethënë që qarkullonin këta çuna do ndanë në Shqipëri në një minozë tjetër. E çon deri 13 në konferencën e ambasadorëve dhe pastaj po se si iki me varka me gjëra. Ça pasurie vun, ça. Unë e di pak shumë me të periudhës së zogut. Ka disa personazhe që dieshin që kishin pasuri apo ishin pasur apo kishin një farë sa të pashtoptani. Ta çfarë që e shitën sonë. Po në përgjithësi ka një errësirë për sa i përket anës ekonomike të prisave shqiptare. Si njëri fare apo po nuk besoj që të jetë trashëguar kjo pres pas brezi që i tutën kanë frikë sa njerëz soshëm për të marrë këtë pjesë. Jo, ndoshta apo ka ende eksponentua edhe para deri 80 vjet. Pas vëmendje ndoshta për këtë çështje. Na kanë munguar vëmendje. Mirë, bëni si gjithë historianëve ku jam të plani këtu e ne. Gjithë historianë që po ndiqin tani tutem merruni me anën errët dhe okultë të gjithë këtyre tipave patriotëve çunave që ku i kanë gjetë lekët dhe me çka kanë qarkulluar derisa sollën fatet e Shqipërisë në këtë fillim 2014. Jemi vetëm në datën 22 janar, na mungon vetëm pak ditë pas marrjes së rrogës. S'ka si për të qeshur, merret rroga kurse diçka. Po pra. Ti do ta smerras si rrogë? Për momentin ja. Mjaftohesh vetëm ato që ti pa marrë. Vetëm këto. Po. Shumë mirë. Ti besi ti merr rrogë, po, ti merr rrogë. Rrogë shtetërore. U marr rrogë private. Se kush është më mirë, se kush sehet më shumë më pak, pastaj kjo është tjetër gjë. Sa ke rrogë? Po më thuaj që praktikisht shteti me gjithë ato lëvizjet para prake, domethënë po kursehet më shumë edhe privati në Shqipëri për momentin nuk po kursehet. Sa i kisha për shkakun, sa ke rrogë? Plot. Privati do nuk është kursyer fare, do të tregoj sinqerisht. Ti je kursimtar se ti as nuk e tregon rrogë. Se ke hallë se nesër të vinë
të vinë të shtëpia të kërkojnë lek borxh njerëzit. Jo, s'ka lidhje. Jam i deklaruar unë dhe them dhe ndihmoj dhe njerëzit që duan lek borxh. Po kryesisht ato kohë fundit jo. Se do të mbet borxhet e mia në fakt. Ose të mesh me këto kohë. Po të duhet kursejmi për të dhënë lek borxh. Pesi? Po, unë e kam nuk para jap lek borxh. Parim. E kam. Mos e dikur nuk e dhënë lek borxh. Po varet. Domethënë kur e shoh ose më sa kur I njerëzit përzgjedh njerëzit po thua të jo, dhënë. kur kërkesa ka lidhje me një nevojë thelbësore, pra dikush e do sepse është sëmur apo ka një hall Nuk ka qenë asnjë aktor rasti odeta kur i kërkohen lek borxh. Po anyway. Atëherë e gjykoj që mund ta ndihmoj, por në përgjithësi nga jeta kam mësuar që kur jep lek borxh, humbet dhe lekët dhe shokët. Po thua, është shumë e lidhur edhe çështja e të kursyerit tek një shoqëri apo të kursyerit në para për ta mbajtur shoqërinë. Shumë e vështirë, është një dualizëm ky që ka qenë, kam përshtypjen, jo i freskët, jo çështje kapitaliste, është ai sa është njeriu që filloi të komunikonte me njëri tjetrin. Do ta thuash edhe një herë? Të gjithën këtë fjali. Jo, unë ta shoh në YouTube, keni në Kasketa Show Official, edhe ditës po afrohemi 300.000 views-ave. Unë përshëndes në që moderatë gjithë të Shtetet Bashkuara të Amerikës në shumë cepa, aty ndiqen pafund Itali, Gjeneva, Zuriu, kjo pjesë e Zvicrës, Londra, Hollanda e mbledhur çunat shumë, Franca ka shumë, Greqia ka plot, Shqipëria është fulli. Shqipërinë e kemi fulli, kemi Rekushrovën, e kemi dhe YouTube-en, që na jep edhe lekë na klikoni. Deshin na klikoni, na ka mbetur kjo këngë me Manu Chaos për të futur në pjesën e 18 të emisionit dhe për ta mbyllur, se të tregojmë sinqert nuk qëngam dhe fort. Besoj se gjithë ato që i trajtuam apo ta mbyllur që tashin aty. Si duhet. Jo, por jo. Ti je njeriu. Ti të paktën ti për shtatën kontratës. Mund të jem brenda kontratës jam në rregull. Mos ta gjesh të shkojë me muzikë. Po jo, mos kur të kursej mund tash edhe në emision. Çfarë po ndodh? Ti mund ta mbyllësh edhe më të shkojë me muzikë. Po thua? Ose do kërcem këtu? E mbyll dhe e kthem i thu aty, ta kthej edhe një herë për shkak. Apo se bën dot. Jo, më edhe e bëj por po ku diun, po si do jo deta. Në një moment po vëm këtë këngë, po desha pastaj kërcemi atë 10 minuta. Po s'kemi alkool, s'kemi gjëra, se jemi anti-alkool. Jo. Do kemi vetëm ujë. Edhe predikojmë që vetëm ujë dhe jo cigare asnjë njeri në Shqipëri. Pjesa e Ganës edhe Sri Lankës le të pinë sa duan. Legendë. Nuk i tham atë të gjitha ato që duhet. Pse çfarë duhet t'i thojë Po nuk e di. Duhet thoshim më shumë gjëra. Ku diun se po me vërtet po shfryë po bëj kështu, nuk tham. Çfarë do të thosh apo? Kemi gjithkohën edhe durë edhe të mundshme për të thënë. Kemi thua? Po kemi apo dorë kemi. Se te koha vetëm te koha nuk kursemi. Paktën nuk kam për zakon që të kursem. Po për çfarë të flasim për shkak? Me që ishim te kursimi, besi, jo për çfarë flasim, të tregojmë një historik që erdhi një ujkë dhe pastaj vrau. Të flasim për kursimin. Çfarë ka me AIDS? Po në fakt me që prandaj jemi mbledhur këtu në Kasketa Show, kupton. Ka një qëllim. Ka një qëllim, po ti kam përshtypjen që një lloj ulumtimi edhe një lloj humbje për humbje vockël na gjithë degët e një listë të trashë ishte në epiqendër gjithkohës. Po duke qenë pjesë këtu si puna e atij aktori që nuk kupton se si xhirohet një film, se vetëm regjisorët kanë kokë. Është vërtet, edhe kjo. Kështu që faleminderit, nëse ti do të flasësh për kursimet që një ujk po i bën rrethimit të territorit që e bën me jashtëqitje, se janë paksuar odetat dhe uqërit. Uqërit kanë një zakon të keq, bëhen 2-3 çuna uqët gjëra, rrethojnë territorin, bëjnë hollin, trashin, e rrethojnë edhe nuk vinë këta në territor të vet. Dhe uqët kanë qenë me kopë me gjëra, tashmë uqët janë bërë 3-4 aq. E paksuar, a? Edhe shoqet vet po rrinë pakët, po kursejnë edhe shoqet. Sa shoqe ke ti për shembull? Unë them 2 dhe 2 të sakta. I ke 2 të sakta të jetës që i ndan me ato dy atë çdo gjë, çdo pjesë tjetër s'ka. Me ato ta mirë kuptojnë, japin këshilla. Nuk kursejnë për të dhënë këshilla vetë. Jo, s'pak. Po ti besi? Sa shok kam? Po, domthon kursesh me shoqërinë apo? Jo, as pak. Unë kam shumë. Kam pak të saktë, po s'doja të jep shifër, po kam shumë miqë shok në gjithë Shqipërinë. Pak për saktë edhe shumë për kam patur fatin e mirë që duke qenë se kam qenë njeri aktiv dhe vazhdoj të jem në politika apo edhe si aktivist e shoqërisë civile, kam shëtitur pothuajse gjithë Shqipërinë. Dhe një nga gjërat më të mira që kjo mundësi punë të jetë në një farë mënyrë është që krijon ose njeh njerëzit më të spikatur, njerëzit më të veçantë në që janë qarkullim.
Në rastin konkret në Shqipëri. Në Shqipëri. Dhe kjo është një pasuri e paçmueshme. Një nga gjërat që çmoj më shumë dhe që më shtyn që të vazhdoj të merrem me këtë gjë është Po themi kontakti me njerëzit dhe nuk kursesh. Kontakti me njerëzit dhe mundësia për të njohur nga afër njerëz të veçantë. Po mirë, se këta janë kalim thjo, po, pjesa dormuese. Domethënë, në flas për një moment që ti njeh një njerëz të ri, themi në jetë, që mund bëhet shoku jot. Ti sa i ke 30 e pak e. Unë jam 33. 33, janë moshë të Jezusit, kur iku andeja. Po larg qof preku për gjëra. Preku ti se ti fole. Okej, unë preka po nuk e pas kam. Investon shumë te një shok i ri, te një shoqë e re, themi. Po ndonë kursesh për ta pasur shok apo? Kam përshtypjen është me moshë, dikur kam qenë më i shpenguar, më i pakursyer, më i fleksibël, më i lirshëm për të hyrë në shoqëri, për të treguar i hapur. Tash je më hermetik valla. Tani jam e ndjej që çdo muaj që kalon, aq më shumë e mbyllësh shpavra jote. Kushton atë edhe për shkak të zgënjimeve, për shkak të se ke pasur shumë zgënjime, po themi në shoqëri. Ndoshta jo shumë, po ato ta bëjnë, kam shpërfyer njëra pas tjetrës, në një farë mënyrë nuk jem aq elastik sa ke qenë më përpara. Dhe këtu fillon kursen. Po nuk është gjë e keqe, sepse edhe kur kursesh në këtë pjesë kam përshtypjen që sigurisht rrezikon që të humbasësh. Ore kursesh e mbase ngel vetëm fare në fund. Jo, them kursesh tek hyrjet e reja, nuk po flas për mirësi që i ke konsoliduar dhe i ke krijuar, po tek hyrjet e reja, atje fillon kurset njeriu, sepse nuk ka më besim. Po. Dhe nuk beson. Dhe kam përshtypjen që mbas një farë moshe është e vështirë për të bërë shok. Njerëzit lidhen, kanë marrëdhënie interesash më shumë se sa kanë të themi shoqëria ashtu. Kanë lidhje. Shokët e gjimnazit shkon me rende pastaj me moshë me gjëra. Shokët e le të themi fillores apo gjimnazit nëse do e lidh me shkollën, janë ata që ndoshta janë më të qëndrueshëm, janë më kam shumë që po. Unë s'kam shumë pak lidhje kam. Shoqëria është më e pastër nuk e di a Odeta për shemb Po Odeta është e vogël, Odeta me gjithë ato dy goca që ka shumë besim, unë nuk ja uroj, por që do zgënjej një ditë kam frikë. Jo. Besoj se jo, dhe shpresoj që jo. I ke dy shoqë apo futet te shoqja dhe motrën? Dhe ashtu dhe motra, por me gjithmonë të bëhen 3. Do të thoya që sa më pak edhe sakt. Do të jep për që të pasur sa më pak shoqëri themi. Që të mund të ndash një gjë më shumë pak. Po. Është mirë që ta zgjedhësh shoqërinë. Sa e bukur e saktë, sa e mirë. Ose kështu duhet të jetë brezi. Po, është brezi interesant dhe gjithë këtë besë. Nuk ta tanët nuk janë kursyer ose nuk u kursyer koha jonë me ne, se 18 i bie ti ke lindur në 96, na? Po. No, kështu i bie. Po. 96, jo, apo jo. Po. Po 96. E thjesht një brez 96-97 që është një brez që i qarkullon në Shqipëri, ë. Potencial vote për ndryshuar një Shqipëri në një ose një tjetër. Unë besoj që Shqipëria është duke ndryshuar. Ka shumë ndryshime me net, flasim kur ishim ne. Ka ndryshuar goxha, por që më mbaj mend për shembull që të vije nga Gjirokastra të vjen në Tiranë ishte një aventurë e veçantë. Do të kaloje ato ktesat e Ballshit. Do të merrje 8 herë buk me vete. Pastaj vinte pjesa e gropave nga Fieri deri në mos ajo me maljet ajo gjë është akoma kështu, me gropa me gjë. Mirë, po them si unë tash po më jep të gjithë satisfaksionin edhe suksesin e qeverisë Berisha. Sa i e bëri atë? Gjirokastrat e Belen. Nuk ka lidhje se i lidhim kështu qeveria, qeveria. Po them si ka ndryshuar, si ka evoluar, se këto rrugë si ka çka ka bër, sa i ka bër, sa janë bër kot Ilir Meta, sa janë bër kot Nano, sa janë bër kot Berisha, sa janë bër kot Këto janë gjëra që janë bërë nga shqiptarët në përgjithësi. Dikush është kursyer më shumë edhe më pak apo në lidhje me këtë që po flisim. Por ajo që po të them është si ka evoluar dhe si ka ndryshuar Shqipëria që atëherë deri tash në infrastrukturë, në mentalitet. Ku flitej të bënim këtë lloj muhabeti në atë kohë. Në cilën kohë? Në një studio tillë që s'ekzistonte fare. Më mirë, por nga që isha unë i vogël, por se tisha pak më i madh e bënim. Po s'kisha studio, ku do e bëj? Po në rrugë, çfarë rëndësie ka? Po në rrugë dakor, po kush do të shifte? Ne ata është ngjesur mikseri, ne andro plane, ne as më hoqë troj. Kush do të shifte? Ku do e hidhje? S'kisha YouTube, s'kisha Facebook, s'kisha informacion. Vetëm informacionin që ka brezi sot për shkakun, nuk krahasohet me informacionin. Është as pak i kursyer. Ne s'kemi pas informacion fare, mbaj mend që kishim
Të merrësh pak informacion. Thoshe për shumë Berti e njeh Bertin, jo. Njeh Bertin një jetë? Unë t'i njoh për Nuk e sjell të mendi tash. për cilin e keni fjalë ju? Për një Bert, ku e diun tash, Bert Çami, apo skot. Është një Ose edhe Francë. Ku diun tash një emër ashtu që vita ai për të thënë këtij se nuk ishte kështu Facebook ra gjëra, kupton? Ma tash është i pakursyer informacione gjithë në mënyrën e vet. Më thoni një po të bukur në fund këtu. Tash dhe kamera thotë po. Po të thoj po. Po. Despesha faleminderit që ishin në Kazia Show sot. Jo. Ti më the vetëm jo. Do ta çoj Dari, faleminderit edhe ti që ishe sot. Ka edhe 3 minuta. Ja ka 3 minuta, por ne kam shumë qef. Ajo është një këngëtare shumë e mirë e jugut, që nuk është kursyer fare që të bëj. Po s'mund të hajë në 3 minutë që janë. Në midis, jo, po ajo meriton plotësisht. Ajo ka emrin Poni. Më lër të them një gjë. Më thuaj. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Ky ishte një emision shumë i veçantë. Faleminderit ju. I kërkoj gjithë atyre që na kanë ndjekur deri tash. Jo, i falenderoj për durimin. Gjithë ata që. Po i kërkon edhe pak ndjes në një lloj mënyre. Po. Edhe u them që vetëm ti mund ta bësh një emision kaq të bukur. Faleminderit Besi. Nuk e di nëse u kënaqja ose thjesht u kurseve me fjalë. Jo, ky është një emision ndryshe që un sot vi për herë të parë. Kemi qenë një herë bashkë për një format. Kemi qenë para një viti po të Kasketa Tek. Edhe pëlqeu. Faleminderit Bes. Je i mirëpritur të vish të hysh të dalësh të rrish të pish në një gotë ujë kur të duash në gjithë pjesën këto. Po të çoj Dari faleminderit me origjinë as ka parë edhe që nuk ma the asnjëherë se çfarë partie isha, por ne të gjithë mund ta. Me LSI-n më por nuk thash atë, na ska parë ka dhe shumë informacion të FRD-s apo edhe të PS-s, kështu që apo edhe të PD-s. Apo dhe përës, apo të gjitha e kotë vetëm unë që s'kam bëri parti, ta quaj parti e ketrave me kasket. Ketrave me kasket. Dhe ketrat janë, ata lëvizin më shpejt. Që rëdullonin një tjetrin. Për shaka, mirë ta ndjekim si për fund, ju bëj një dhuratë nga jugu, me që kishim në Shqipëri mesme na kështu nga kontinentet të tjera, kemi Ponin me një gjë që nuk e di, është vetëm surprizë Bled Gringos. Natën e shirin të shtunën në 22:30 nga një report Puç.